Në prag të 30 vjetorit të marrëveshjes së Daytonit, pikërisht aty ku 3 dekada më parë u firmos marrëveshja e paqes, presidenti Bajram Begaj theksoi mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën. Në fjalën e tij në samitin e NATO-s, kreu i shtetit shqiptar theksoi edhe zhvillimin e Kosovës. Në Kosovë, veprimi në kohë dhe vendimtar ndihmoi në shmangjen e një katastrofe humanitare. Sot Kosova qëndron si një shtet i ri, i pavarur, demokratik dhe funksional, një dëshmi e fuqishme e potencialit për transformimin përmes sakrificës së thellë dhe dialogut të qëllimshëm. Shqipëria shpreh mbështetjen e saj të plotë për marrëveshjen e Daytonit dhe advokon me vendosmëri për integrimin euroatlantik të Bosnjë-Hercegovinës. Edhe një herë theksoi mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës luajtën një rol historik në sigurimin e paqes 3 dekada më parë. Pa udhëheqjen amerikane, marrëveshja e Daytonit nuk do të ishte e mundur. Pa udhëheqjen amerikane, ne nuk do të kishim një Kosovë të pavarur. Për më tepër, rajoni ynë nuk do të kishte arritur stabilitetin e sotëm pa angazhimin e qëndrueshëm të SBA-s. Sa i përket NATO-s, Begaj shtoi se Shqipëria ka rritur buxhetin në fushën e mbrojtjes, ndërsa solli në vëmendje ndikimin që jep agresioni rus në Ukrainë. Shqipëria qëndron krenare si antare aleancës e euroatlantike. Kemi arritur buxhetin tonë të mbrojtjes dhe mbetemi të përkushtuar fuqishëm për forcimin e solidaritetit, unitetit dhe kohezionit të NATO-s. Siguria e rajonit tonë nuk është e izoluar. Agresioni ndaj Ukrainës na ka treguar se sa shpejt mund të përhapet paqëndrueshmëria. Na kujton se liria, demokracia dhe paqja duhet të mbrohen në shtëpi dhe përtej kufive tanë. Në përfundim të fjalës së tij, Begaj theksoi nevojën e rikonfirmimit të mbështetjes së Ballkanit Perëndimor, edhe që rajoni të mos mbetet nën hijen e së shkuarës.